Të dashur miq, pas 2 ditësh mungesë për shkak të takimeve në Kongresin e Partive Popullore Europiane, kreu i opozitës Sali Berisha ju rikthye fushatës elektorale. Me entuziazmin e mbështetjes së marrë nga Spanja, Berisha e ndali hapin e parë me të mbërritur në Tiranë, në zonën e Astirit, ku ju premtoi banorëve se do të adresojë të gjitha problemet e tyre nëse fiton zgjedhjet. ju që mbrojtët vlerat qytetare, mbrojtët banesat tuaja, ju do të keni infrastrukturën më moderne, arsimore, shëndetësore, rrugore dhe të gjithanshme. Berisha bëri një premtim edhe për të gjithë qytetarët që kanë probleme shëndetësore. Garantoj çdo të smur në këtë vend se nuk do të mungojnë kurrë më ilaçet, se dhe sikur të mos kishim, stolit e grave do t'i shistim që ju të mjekoj. Ndërsa për bizneset, kreu i opozitës nuk ishte vetëm një premtim. Bizneseve ju premtoj vendosin e taksës shesht 10%, uljen e TVSH-s në 15%, uljen e çmimit të energjisë elektrike në 6 lekë, për gjysmimin e tarifës ujit,